E pse jeni kaq njerëz të shpifur? E pse jeni kaq fundërina njerëzore? Qa halli, qa problemi kishte ajo nëna? Qa taksirati ka ajo? Të dhënojt ashtu nga ju? O flisira? O ndërsira? E bova ki që nuk vendoset drejtësia kësaj radhe. Do jetë turpi më i madh i gjithë shqiptarëve. Turp dhe vetëm turp. Në qoftë se ky lloj shteti që kemi ne si këtu ose në Kosovë, se ndryshe nuk janë aq. Në qoftë se këtu nuk bëhet asnjë gjë në këtë rast, të kemi degraduar komplet. Atëherë vërtet ne nuk kemi asnjë të ardhme. Edhe ku janë të gjithë këto që i ndinjohen sa herë që del në një maskelis në për komente, Facebooku, edhe hedhin vrerë, o merrin një futin në burg, vritini. Ku janë këto me zhaklinëra, me mutra qensh, nga do ku janë? Apo thjesht i dënojnë si veprime, t'ju vit turp. Se nuk i tha t'ju vit turp dhe atyre që përdhunuar në vajzën. Po se vari leshtjo, se kjo nëna e ka ngrën kullotën. Kjo është pleqëri tashi. Edhe kjo nuk ju fiton juve na i ndiçka për veten tuaj. Bën vaki edhe du nuk vije drejtësia, qofse ajo nën ka na i djal, a ka na i burë vajze, a na i njërin fare fis. Nuk ishit atje kur ndodhi, puna juaj, hallet e tuja, ama nuk liet ajo situata ashtu. Ato lloj dhemjesh, në një mënyrë ose në një tjetër duhet të paguen. Sepse ato lloj dhemjesh janë ato që kanë nga aq follows, infermiere me 2800 follows, dhe janë ato që do japin shembull dikujt tjetër pasivisht apo aktivisht është tjetër gjë. Ku janë të gjithë sot të indinjuarit që sa herë që ndodh në një krim kundrejt femrave, qoftë edhe një laf goje, indinjohen, jo po unë ja kam thënë, jo po unë e dija. Ku jeni tani? Ku është policia për të raste? Mirë për çunat rinj që vriten për pazare të tyre, edhe që i kanë marrë rreziqet e jetës, edhe nuk e din kur do kthehen, apo do kthehen ndonjëherë apo jo. Mirë për ata nuk ju plas bëtha asnjërit. Ja keni hequr vizën me kohë atyre që kanë ikur. Po për ata që keni aty, për atë brezë që ka punuar që juve jeni aty sot, për atë brezë që juve ju ka votuar, se asnjëri nga ne ju ka votuar ju, se ju jeni gjithë 100%. Ju jeni gjithë një lloj sistemi shkërdhatash që meritoni shumë më keq se ajo. Edhe ajo se meritoi, ama ju më të meritoni më shumë keq. Që kualifikoni njerëz të tillë, dhemje të tilla shoqërore të punojnë në ato lloj institucionesh. Se prindrit tuaj, mamat tuaj, e baballarët tuaj, i keni të rregulluar nga gjitha anët. Aty merre fut. Edhe të tjerë thonë, pse nuk i lëmë ne prindrit si në Europë, që shikojnë prindrit jetën e vet. Të rinë në shtëpinë e tyre, të marri njerëz të rinj që t'i shërbejnë, t'i bëjnë. Ja urdhë, se këtej ka kontroll, aty janë kafsh. Urdhë ç'a bëjnë ato. Janë shpiftësira. Janë shpiftësira edhe pa e dridhur syrin, janë 4 femra me këto që i japin leksione gjithë meshkujve shqiptar që nga mplera gjithë. A unë bëj çfarë lloj komenti, po bën vaki të bëj ndonjëherë kështu në sytë në mashkull shqiptar. Neve zdromsave, se zdromsa jemi ne meshkull shqiptar, këto femra shqiptare janë më të mira, urdhë. Ju shërben kjo ndo pak të kuptoni se nuk ka lidhje fare se qa keme s'keme, po se qa lloj dhe qa individi je vet. Se monster mund të jesh, kushdo që t'jesh mund t'jesh monster pa frikë fare. Mbajeni prindrit afër me sa keni mundsinë, me aq sa keni mundsinë, normalisht, edhe unë jam larg, nuk e di tani se ti t'i shpreh këto që ndjej tani. Jam jashtëzakonisht i frustruar, unë se kam mundsinë, kam një tjetër. Juve që keni mundsinë mbani prindrit afër. Shoqërojeni prindrit në ambiente publike se ky lloj sistem shkërdhat me këto njerëz kanceroza janë të paparashikueshëm dhe ti asnjëherë nuk e di. Edhe mos e lini.
mos e lini, se në qoftë se nuk ju vjen keq për veten tuaj, po ja bën njëri borxh, mos toleroni kur ju bien në qaf prindërve tuaj të paktën. Të paktën kaq. Mirë që të gjithë ato që kemi folur edhe në për podcastin edhe për budalliqe, hajt mo, i bien fyllit me një vrim, jo protesta, jo gjëra, e kënë të rezi e ke berta. Po kësaj radhe, ka më keq se kaq. Ka më keq se kaq. Shëmbuj duhet të bëhen ta. Gjyq publik duhet bërë këtyre meselë, se këto janë fundi i fundit të fundit. Ajo që ngelet edhe mbasi i ke bërë 99% të pastrimit ja këto lloj njerëzish. Qeshin, duke dhunuar një plak. Po mirë, çfarë lloj individi në ato lloj moshe që janë këto, mund të jetë në ato lloj mënyre mendimi që ti duket diçka e tillë për të qeshur. E kanë kapacitetin human zero më vlla. Kush i ka kualifikuar këto vemje për të qenë ndihmëse në shtëpi plesha apo infermiera apo ku diun ç'a janë. Ç'a lloj sistemi është ky që i lë këta lloj individ më? Ore do t'i thrasim mendjes ne, ore ç'a po bëjmë ne? Ore mirë për të tjerat nuk dim as të votojmë as të bëjmë, po mirë më këto ç'a janë? Se pasaj apëm dhe ka fajnë shteti. Qa lloj gjëja që të bëhet e ka fajnë shteti, ta kështu, ashtu, ja pra njeri individ është kjo, nuk është asnjë lloj partie. Qa po ndodh më, qa jemi ne kështu? Mirë kjo më, hajde mos e po e zëm me qysh ndodh edhe këtej, ka psikopetër kudo, mirë kjo, është psikopat, është për t'i shkërdhyer, do të çuar atje ku do të çuar. Po këto katër të tjerat. Ku me qa mendje, ku po ecim, ku po vemi ne përpara, ore unë qa kërkojmë ne nga vetja jonë? Ore si mund të kërkojmë ne llogari një politikani kur ne jemi më keq vetëm? Qa të kërkojmë të ardhme të ndritur për fëmijët tanë kur urdhë? Fëmijët tanë, qa bëjmë? Bëjni shembull dha individ. Si e thënë që duhen bërë shembull ata që shkërdhata që përdhunojnë, si ata që dhunojnë në shtëpi që rajnë gratë, rajnë fëmijët, edhe këto. Kur dilin në për pankarta, mos thoni eduko djalin, eduko burrin, po thoj eduko individin, eduko personin që ke në shtëpi, vajzë, djalë, çdo që të jetë. Jepini personit përgjegjësi. Edhe vini njëherë ka pak, njëherë më jetën tuaj, sistemi ka lur, njëherë jetën tuaj merrni një si kjo, bëjeni shembull. Bëjeni shembull që edhe ai robi nesër pasën sa di që ore po jetojmë në një ekonomi varilisht, të gjithë po ikin se s'ka të ardhme, po të paktën nuk ndodhin këto trapliqe. Të paktën të kemi diçka që të mbajmë në mendje. Ne po degradojmë nga çdo lloj ane, më. Ma nuk e di, a ka qenë kështu gjithmonë ose tani po ngrihet çik niveli i vizualitetit se ka social media dhe i ngarkojnë videot. Po kaq keq nuk ka qenë. Nuk e di. Nuk e di se ne, unë, ti, qa mund të bëjmë tani. Përveç se të flasim, përveç se të bërtasim, kështu që bërtasum tani që po e nxjerr gjitha. Nuk e di. Nuk e di, është frikë edhe ti lësh prindit të shkojnë vetëm të pashoqëruar spital tash me këto që shoh. E ma mirë që kështu do ndihet gjithë secili që ka prindër që janë në nevojë. Po nuk ndryshoi një gjë në lidhje me dënimin ndaj tyre individëve, atëherë ne literalisht kemi dështuar si shtet, të gjithë, pa përjashtim.